Edhe në qytetin e Fierit është përkujtuar sot 5 maj, dita e dëshmorëve që dhanë jetën në luftën nacional çlirimtare. Politika, veteranët dhe të afërmit e dëshmorëve kanë nderuar të rënët për liri. Në nderim të kësaj dite, në ritmet e bandës frymore dhe këngëve partizane, janë zhvilluar homazhe dhe janë vendosur kurora me lule në obeliskun kushtuar dëshmorëve. Në fjalën e tij, kryetari i veteranëve të Lanç Fier, Sokrat Konomi, ka vlerësuar kurajon, patriotizmin dhe sakrificën e atyre që dhanë jetën dhe u martirizuan për atë që ne gëzojmë sot, lirinë. Sot është dita e 5 majit, dita kombëtare e dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shqiptare dhe dëshmorëve të tjerë të Abdeut. Kjo datë na kujton ditën e rënies së herojit të popullit Kemal Stafa, e cila me vendim të posaçëm të organeve drejtuese të kohës është shpallur si e tillë, pra ditë kombëtare. Për 81 vjet radhazi, ajo përkujtohet e nderohet me respekt nga të gjithë pa pleshtim, kështu siç jemi mbledhur sot. Për çdo vit me vendosim kurora e buqeta me lule për lule trimrat qerat për adhe. Heroinën e popullit Liri Gero, dëshmorët e Abdeut, Pinallopi Piro, Feride Bega, Fina Andreko, Habibe Kalemaj, Mine Jaupaj, Zyp Rabaj, Andon Xhoxha. Mes të pranishmëve, bini në sy dhe kandidatët për deputet në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.